nga Leonard Koja në Window Radio.de. Mirëmbrëma miq dhe përshëndetje. Mirë se takohemi së bashku sërish në Horizont në puntatën e radhës. Sot është data 16 maj 2026, ditë e shtunë, mes fundjavë. Ku uroj për të gjithë jeni mirë dhe të keni kaluar mirë dhe të ketë qenë kjo mes fundjavë, po themi sa më e mbarë, sa më e këndshme, të keni patur edhe në një kohë të mirë, pra jo me shumë shi apo jo shumë ftoftë, sepse më thënë të drejtën edhe koha sikur ka ndryshuar shumë, sepse në mes të majit kudo ka rëmbor, po kemi shi, po kemi ftoft, por shpresoj që të jeni të ngrohtë në zemra dhe në jetën tuaj personale dhe familjare. Unë jam Leonardi, live këtu në studio qendror në Gjermani, në Horizont, si çdo të njëjtë të premte dhe të shtunë në orën 21. Sonde unë sërish jam në Itali, pra sepse them sërish sepse edhe të njëjtën isha në Itali, pikërisht në Firenze, në Pistoia. Dje po ashtu isha dhe sërish në Itali mbrëm, po ashtu dhe sonde jemi në Itali, por me një tjetër të ftuar, me një tjetër bisedë që besoj se do jetë shumë interesante dhe do jetë shumë me vlerë, sepse do përpiqemi të flasim për art, për kulturë, për jetë sociale, për politikë, sepse ne shqiptarët, po thënë të drejtën, politikën e duam, pavarësisht se sa ne jemi të aftë ta orientojmë politikën drejt qëllimeve dhe drejt atyre që ne duhet të na plotësojë jetën, por më duket që ne nuk po e bëjmë më së miri këtë pjesë dhe çdo gjë po ja lëm politikës dhe politika është ajo që për hir të së vërtetës edhe po na dëmton shumë. Para se unë të prezantoj të ftuarin, do rikujtoj edhe një për të gjithë ata që janë miq të rinj dhe ku mund të ndiqet Window Radio. Window Radio ka disa mundësi për të ndjekur, sikurse është website i zyrtar windowradio.de, ku ju këtu mund të lexoni lajmin, informacionin e fundit, të ndiqni muzikën 24 në 7, të përzgjedhur nga DJ Bledi, pra që tashmë ju e njihni të gjithë. Po ashtu, Window Radio është edhe në platformat ndërkombëtare, sikurse është TuneIn dhe Radio Box. Mjafton që ju të keni njërën nga këto platforma, pra të shkarkoni qoftë në Play Store, qoftë në Apple Store, aplikacionet janë pa pagesë dhe ju mund të ndiqni emisionin live, po ashtu dhe muzikën 24 në 7 apo dhe programacionin që ne përcjellim për ju gjatë orareve të ndryshme. Po ashtu jemi edhe në platformën Radio Shqip, e cila është platforma më e madhe e radiove kryesore shqiptare dhe kjo në njëjtë mënyrë, pra të shkarkoni Radio Shqip, Play Store, Apple Store, pa pagesë dhe ne jemi aty. Po ashtu ju mund të kërkoni edhe në Google Search, windowradio.de live dhe mund të ndiqni edhe emisionin aty live. Është edhe adresa zyrtare e Facebookut, windowradio.de, ku ju këtu mund të komentoni, mund të dërgoni pyetje dhe ne në varësi të kohës apo të mundësisë do përpiqemi të përzgjedhim ndonjë pyetje për të ftuarin. Për të gjithë ata që nuk kanë mundësi të ndjekin në Window Radio apo emisionin e sonde të plot apo duan ta rindjekin, emisioni është në ritransmetim në orën 3 pas mesnate ose në orën 21 në orën e Amerikës dhe të Kanadas. Pra, në Evropë duket pak ore vonë ose ore hershme e mëngjesit, por jemi përpjeshur në këtë orar në të jemi në ritransmetim për arsye të miqve dhe të dëgjuesve tanë në Amerikë, për ata që ndoshta në këtë orar nuk e kanë shumë të mundshme të ndjekin emisionin e plot dhe live. Emisioni do jetë nesër edhe në faqen zyrtare të YouTube-it, Window Radio hapësirë.de, pra ju mjafton të bëni një subscribe në YouTube dhe aty do mund të ndiqni të gjithë emisionet apo do ju vinë dhe njoftimet që ne kemi në faqen e YouTube-it. Të nderuar miq, si në çdo emision, unë ju them shumë miqësisht, pa ju vënë asnjë lloj detyrimi, por në mënyrë më miqësore të mundshme, nëse nuk e keni bëzi, bëni një shpërndarje faqes të Facebookut të radios, në faqet tuaja
të Facebookut apo për grupe të ndryshme ku ju jeni të antarësuar. Kjo është për faktin jo se ne fitojmë diçka nga ana monetare, por as që nuk humbni diçka nga ana monetare, por fitojmë më të rëndësishmen sepse mund të na bashkohen miq të rinj dhe të jemi pranë njëri tjetrit dhe sikur unë e them në çdo emision apo dhe moderatorët e tjerë që e thonë në çdo emision, Window Radio është vetëm për ju. Pra ne si staf përpiqemi aq sa të mundemi të jemi shërbëtor të denj të juaj dhe ju jeni ata që e keni këtë dritare të hapur për çdo shqiptar që ka diçka për të thënë, ka një histori për të treguar, ka dëshirë të promovojë veprimtarinë e tij apo ka një mendim, një zë që do të dëgjohet diku, vetëm të na shkruajnë në rrjetet sociale, qoftë numrin zyrtar të telefonit apo në rrjetet sociale të radios apo të moderatorëve tanë dhe ne me pa diskutim do përpiqemi që t'i krijojmë hapësirën e duhur çdo dëgjuesi. Miqtë e mi, unë ju e dini që këtë pjesën e monologut thjesht është si detyrim zyrtar për ta bërë, sepse unë nuk është më pëlqen shumë kjo pjesa e monologut, dhe unë do ftoj të ftuarin që kemi sonde, do shkojmë pra të ftuarin e kemi që jeton në Itali, në Firenze, mos u gabim, dhe i them mirë mbrëma dhe mirë se më erdhe Gjergji Yllneshaj. Mirë mbrëma zotin Leonard, mirë mbrëma të gjithë dëgjuesve të Radios Horizont. Ju falenderoj për ftesën dhe për mundësinë që më jepni për të folur sonte. Do më lejosh të them shumë mirësisht shu Gjergji, apo ke dëshirë të them zoti Yllneshaj si? Po, Gjergji. Të falenderoj që të bëjmë një bisedë kështu, një bisedë miqësore dhe të jemi sa më të thjesht në komunikim, sepse ju jeni vërtet një zotëri vërtet, nuk pritni që t'ju gradoj unë sonde me këtë zotërinë tuaj, por unë duhet ta bëjmë bisedën e kështu miqësore. Po. Gjergji, unë jam mirënjohës që ju me më të parën herë pranuat ftesën tonë dhe erdhët që të bashkëbisedojmë me njëri tjetrin, të bashkëbisedojmë me dëgjuesin, jo thjesht kush është Gjergji Yllneshaj, por për shumë çka që Gjergji Yllneshaj përpiqet të jap, përpiqet të jetë dhe ai që do donte të kishte mundësi të ndryshonte diçka. Po para se të shkojmë te këto, majsa ti ke dëshirën për një dëgjues që ndoshta është për herë të parë që ju dëgjon apo që e ha se emrin tuaj, një prezantim i shkurtër nga vini ku jetoni, pak a shumë ajo karriera juaj. Patjetër. Atëre, për ato që normal nuk e din, unë quhem Gjergji Yllneshaj, kam lindur në Tiranë, ndërsa origjinën e familjes e kam nga Filati i Çamarisë, pasi gjyshi im ka ardhur nga ajo trevë. Ju në Itali, në jetën në emigracion keni kohë që keni vajtur atje? Po, kam shumë vite, po. Pra jeni një emigrant i hershëm, ndër ata të parë që keni hap dyrë dhe shkëllmuar dyrët e ferrit të Shqipërisë ndoshta. Patjetër. Diku nga 92-shi. Oh, my God, ndër ata të parë. Si ishte ajo, Gjergji, nëse e kujton ajo pjesa e parë e fillimit të daljes nga, si thua, nga ajo mbyllje e Shqipërisë të daljes në të perëndimin? Mban me këtë emocion ose ishte shumë bukur, nuk është si tani, ishte shumë bukur. Jashtëzakonisht ishte diçka magjike, sinqerisht, për ato që dëgjojnë më japin drejt. Çdo gjë ishte e kollajshme. Për punë, për çdo gjë. Ndoshta ka qenë ajo, ndoshta si thua ajo dëshira e ikjes, dëshira e ndryshimit, sepse ka qenë. Jo, dëshira e ikjes ishte, por ishte më e madhe edhe për kthim. Shumë i shpejt. Më madhe për kthim në Shqipëri. Patjetër. Oh, my God. Patjetër.
Më thënë të drejtën, ne vazhdimisht na kanë shoqëruar të tilla plagë si popull, si kom, qoftë brenda trojeve tona, qoftë migracioni historik që ne kemi patur, pra pothuaj se jemi një kom që ku ta vësh gishtin kemi plagë. Po, të dhëmbë, shumë e drejtë. Shumë e drejtë. Të nderuar miq, Gjergj Vullneshan ne kemi shkrimtar, pa sigurisht keni parë edhe në njoftimin që kemi bërë për audiencën, pra për emisionin e sotëm, dhe Gjergji ka një zhanër që nuk është i lehtë. Në fakt, është i vështirë, sepse jemi mësuar të shohim poezi, të shohim romane, të shohim dashuri, ndarje, zhgënjime, kurse Gjergji ka shkuar pak më përtej. Misteri i universit. Misteret e universit, po ndjes. Kërkoj ndjes, tash unë Asgjë. ku të gaboj unë do më korrigjosh. Kur gaboj unë do më korrigjosh si live të gjëra. Çik emocione, çik ashtu. Absolutisht, por ne, shiko, kemi një të mirë në radio, nuk ta shef askush. Kështu që Fiks edhe kjo është. Kjo është favori, po. Amon. Çfarë është ju Gjergji ndaj këtij zhanri shkencor? Misteret e universit. Po, atëre, ideja, me thënë drejtën, më lindi vitet e fundit. Thjesht nga dëshira për të lënë diçka, një lloj trashëgimie shpirtërore, artistike për brezat e rinj, kupton, diçka të mirë. Doja që një ditë të kujtohesha si një njeri që u përpoq të jap diçka të mirë për shoqërinë tonë përmes mendimit, imagjinatës dhe letërcisë. Atëre, romani Misteret e Universit është një vepër fantastiko shkencor që ndërthur filozofin, misterin, historinë dhe pyetjet e mëdha mbi ekzistencën tonë njerëzore. Pra libri im trajton thënë drejtën tema që lidhen me universin, civilizimet e lasha dhe raportin e njeriut me të panjohurën. Brenda tij kam përfshirë edhe element që prekin historinë dhe identitetin ton kombëtar, përfshi figurën e nderuar të heroit ton Gjergj Kastriotit, Skënderbeut. Për mua, sinqerisht, ky roman nuk është vetëm fantazi, kupton, por edhe një mënyrë për ta shtyrë lexuesin të mendoj më thellë, të bëj pyetje dhe mos t'i marrë gjërat si të mrishënja. E kuptoj. Madje disa miq më kanë thënë që i kanë lexuar romanin, që është një ndër rastet e para ku një autor i ri sjell një roman fantastik shkencor kaq të veçantë, të ndërthurur mbi një botë origjinale dhe jo mbi kopime apo imitime të autorëve të huaj, si të ndodh rëndom. Dhe sinqerisht kjo më dha shumë forcë për të vazhduar më tej, kupton, dhe duke parë botën ku ne jetojmë sot, ku çdo gjë kalon me shpejtësi dhe njerëzit ndalojnë gjithnjë më pak për të reflektuar, kupton. Unë ndesha të krijoj një roman që njerëzit jo vetëm ta lexojnë kështu, kupton, por edhe për të bërë pyetje, kupton? Padyshim, a keni qenë gjithmonë një njeri kurrështar, një njeri që keni tentuar të kuptoni diçka më tepër nga universi, nga yjet, nga qielli, nga hëna, ku diun, pra që fëmijë që ne ngrejmë kokën lart dhe ndoshta edhe mendojmë se si rrinë ato yjet atje lart, ku jemi të vegjël. Keni qenë një tip kështu që keni Jo, me thënë drejtën vitet e fundit më ka ardhur kjo të bëj pyetje vetes. Pse jemi këtu, pse çfarë ndodh e shumë gjëra tjera. Çiko, në veprën tuaj ndërthuret filozofia, misteri, universi, dhe
A mendon që njeriu modern, nëse më ta quajmë modern këtë njeriu në sotshëm, i ka humbur ato lidhjet e pyetjes për ekzistencën e vet? Atëre. Dëgjoni, sinqerisht mendoj se njeriu modern po largohet, po largohemi gjithnjë më shumë nga pyetjet e mëdha të ekzistencës. Pasi sot jetojmë në një botë shumë të shpejtë, ku çdo gjë kalon me shpejtësi, përballohemi me informacione, teknologji, me probleme të jetës materiale dhe në këtë rrëmuj shpesh ne harrojmë të ndalojmë për të pyetur veten. Po kush jemi? Pse unë ekzistoj? Çfarë kuptimi ka jeta? Dhe çfarë mund të ketë për te asaj që ne nuk e shohim. Pikërisht për këtë arsye, në romanin tim kam dashur të bashkoj filozofinë, misterin dhe universin, sepse besoj shumë që njeriu nuk jeton vetëm për bukë, apo me teknologji, por edhe me pyetje, me shpirt dhe me kërkimin e së vërtetës, a kupton? Shikoj Gjergji, nëse mundesh, mund të bësh një pasqyrim romanit, çfarë trajton romani për shembull, sepse më thënë drejtën asun se kam lexuar. Po. Pra, ku jeni, me fjalë, jeni me ndonjë anije në hapësirë, jeni me ndonjë fantazia ju ka mbërthyer apo ju ka ndërtuar një mundësi kapërcimi për te galaktikave, pra si e trajtoni në roman? Atëre, bëhet fjalë për një djalosh 20 vjeçar që ka lindur rreth viteve 1500 në Arbëri, në Shqipërinë e sotme. Se lidh me ne shqiptarët. Po, patjetër, se unë jam shqiptar dhe po kemi dëgjuar të huaj që shikoj Gjergji, ta bëjmë pak edhe të shtencionuar bisedën, duke patur parasysh që ne për njëri tjetrin duam ta mbyllim, themi amo bë filani, amo ky, edhe dhe japim çdo mëritje të huaj, çelçi ka vetëm mjafton që të jetë i huaj, mos jetë komshia jon, mos jetë njeriu jon. Patjetër, pikërisht, dhe kjo ka qenë edhe ai ngulimimi im që romani im flet shqip, flet shqip. Kupton, ka gjë më të bukur, flet shqip. Kjo, kupton, dhe që po thoja që rreth viteve 1500 në Arbëri, një djalosh që quhet Gjergji dhe puna e tij, domethënë për familjen, sepse në ato kohëra ndaheshin punët, kupton, njëri shkonte me blegtori, njëri edhe Gjergji ka qenë më bukur mendoj, se sa tani që kemi përzirë gjërat. Patjetër. Dhe e kishte të siguronte drurin mos mungonte në shtëpi, në kull. Dhe një ditë, duke prerë dru, ndodh mrekullia që e rrëmbejnë jashtëtokësorët, një rrezë drite e tërheq, e fut brenda në këtë anije kozmike dhe e marrin. Por së bashku me Gjergjin, këto jashtëtokësorët kanë marrë, domethënë kanë rrëmbyer edhe shumë të tjerë. Rreth e qark, në shtete tjera, dhe në momenti që shkojnë në anije, dhe ato e kishin si obligim të bëheshin analizat për smundje, për gjëra. Dhe i dolën në analizat e ADN-s, i dolën që Gjergji, domethënë në gjakun e tij nuk ishte vetëm gjak shqiptari, por edhe gjak të një dinastie shumë të vjetër universale, Nibiruane. Dhe Nibiruanët njihen, domethënë shumë në univers për një racë shumë të egër, shumë të keqe, dhe këto që e rrëmbyen, që ishin edhe pirat galaktik, siç kemi ne piratët me,
Dhe këto mira vite më parë, sepse ato jetojnë më shumë se ne, se planeti ku jetojnë është më larg nga dielli dhe si e tillë, sa më larg ti jesh aq më shumë jeton me vitet. Edhe mira vite më parë ato kishin punuar bashkë dhe e njihshin domethënë këtë dhe i bën si ta them ti për hatër të punës që kanë bërë bashkë, që kanë punuar, morën iniciativën që ta çonin në një planet tjetër, që unë e kam shpikur, e kam si planeti Shardania. Shardania. Ku Gjergji mëson çdo gjë që ato i thojnë dhe bëhet gati si ato. Dhe aty fillon mrekullia akoma më shumë. Ku Gjergji merr edhe një titull nga perandori e saj planeti, Shardania, sepse njihet me një kafshë që i droheshin të gjithë dhe ishte shumë e lashtë, që unë ja kam gjetur emrin Ushta, një kafshë shumë e madhe, domethënë gati dopjo luanit ton, dhe kishte dhunti që të lexonte mendjen, të bllokonte e shumë gjëra të tjera. Ishte shumë e shpejt, kupton, shumë e shpejt. Kalon 2-3 herë shpejtësinë e zërit e gjëra të tilla. Dhe gjithashtu kam trajtuar edhe shumë, si ta shpjegoj, gjëra që neve para 50 vjetëve nuk imagjinonin. Për shembull, telefona tani janë pa fill, ose kufje pa fill. Kupton, gjëra kështu dhe unë i kam trajtuar që nesër mund të ndodhin. Domethënë, vërtet flitet për fantazi, pero megjithatë nesër mund të ekzistojnë. Domethënë, një fantazi me këmbë për tokë. Shiko, ta bëj një pyetje sepse më lind kështu në mënyrë më natyrale të mundshme. Ju vetë keni menduar, por do kishi frikë nëse do vinte dikush t'ju rrëmbente sikur atë Gjergjin në romanin tuaj? Tani nuk besoj se një racë tjetër do rrëmbej dikë dhe do ta hajë, siç kanë bërë këtu në tokë. Jo, absolutisht jo. Jo, Galimbal. Varet çfarë race do të qelloj. Absolutisht jo. Mos ta qellon në Epstein. My God. Kjo është ideja. Sa ka ndikuar emigracioni, jeta në Itali në mënyrën të shkruarit tuaj apo në mënyrën e të menduarit? Patjetër, jam përgatit pak, atëre, po të them, dëgjoni, emigracioni dhe jeta këtu në Itali kanë ndikuar shumë në mënyrën time të menduarit dhe të shkruarit. Kur s'më kishe shku menja që unë një ditë do filloja të shkruaja, por kur largohesh nga vendi, fillon të shohësh jetën ndryshe dhe brenda teje lind një mall që nuk të largohet kurrë. Të paktën kjo gjë ka ndodhur ke mua, kupton? Dhe në romanin tim, Misteret e Universit, shumë emocione janë të lidhura pikërisht me këtë ndjenjë. Edhe pse libri flet për Misteret e Universit dhe qytetërime të tjera brenda ti ekzistojnë gjithmonë nostalgjia për tokën time, të cilët në libër që sapo e thash e quaj Arbëri. E kam quajtur sepse në ato vite ashtu u qunte, e kupton? Dhe shpesh pa e kuptuar, kam futur edhe veten time në disa pjesë të personazhit. Për shembull, kujtimet e fëmijërisë në Tiranë, obori gjyshësime që u kujdeste për lulet, se kemi pas shumë lule në trëndafila dhe e u kujdeste shumë. Me plako, vetëm si Tiranës nuk të ti lale. Po, kemi ndryshuar. Edhe personazhi të njëjtën gjë, kur shkon ke planeti Shardania,
ka mall për kopshin e gjyshes vet dhe Në fjalë, ju keni dërguar personazhin në planetin Shardania, por gjithmonë duke patur atë feeling si thua prejardhjes. po, patjetër. Nuk Dhe keni shkputur po do të bëj këtë ndoshta këtë lidhjen që ju po thoni, pra pavarësisht Po. kudo që të shkojë njeriu, e ka atë feeling sado që mund të hollohet, që mund të dobësohet, po e mban ai feeling me prejardhjen e vet. dashuria për mëmëllën e mban shumë. Dhe pikërisht edhe romani im është shumë i bukur sepse një ditë kthehet. Dhe jo si sot që nuk kthehemi kurrë. Ma se do Kupton? kthejmë. Shpresojmë. Do vi Shqipëria këne. Si është prit romani, Gjergji? Ju keni përkthyer dhe në italisht, më qofsha gabim, vëllimin e parë. Pra keni në 2 vëllime të libër? Atëre, libri është me 2 vëllime, kurse italisht vetëm vëllimi i parë është e kam përkthyer. Për ta testuar, për ta provuar. Si është pritur, sa janë të interesuar njerëzit për të tillë libra? Po, me thënë drejtën, në Shqipëri nuk sepse unë e kam në Amazon, kupton? Dhe Po, okay, kurtej. mund të ndikoj kjo që shqiptarët nuk e përdorin shumë Amazonin, nuk e di si funksionon në Shqipëri. Por që më shumë kanë bler emigracion që kanë bler më shumë, por që nga Shqipëria nuk e di, nuk funksionon ajo Amazoni, nuk e di. Jo, thëmë drejtën nuk e di me thëmë drejtën. Por shiko, jo për të larguar ndoshta deri nga libri, por ju origjinën, pra pavarësisht se vetë ju keni lindur në Tiranë, por origjinën e keni nga filati Çamërisë. Po, dhe gjyshi, po. Sa ndikon historia, rënja në ndërtimin tuaj, qoftë shpirtëror, qoftë artistik? Po, me thënë drejtën, origjina ime çame ka ndikuar shumë në botën time shpirtërore dhe mënyra se si e shoh jetën. Edhe pse unë kam lindur në Tiranë dhe nuk e kam shkelur kur tokën e të parëve të mi, por rënjët... Asnjëherë nuk e qenë në Çamëri, në Filat? Jo. Në Greqi po, por në Filat jo. Dhe nuk... Rënjët e familjes time që vijnë nga Filati, gjithmonë i kam pas në brenda vetes, jo edhe pse nuk kam shkuar asnjëherë, kupton? Çamëria, me thënë drejtën, nuk e di, flas gjithmonë për veten time, unë nuk e shoh se kam parë si një vend në harta, kupton? Po për mua është një histori, një kujtesë, dhimbje, krenari dhe identitet. Kur rritesh duke dëgjuar plot histori për vendin e të parëve të tu, që janë larguar me genocid, me vuajtje, me mall. Pse dëshatosh atë, pa të parasysh me çfarë genocidi janë larguar është të mëshme. Mjafton të shohim palestinezët që sot imagjinoje. Absolutisht. Kështu. Gjergji, si mendon artin sot? Është më i lirë apo më i kontrolluar nga politika, interesa, ekonomia, rrjetet sociale, ku diun janë bërë shumë, si e shikon ti, sepse ti shikon edhe me atë syrin filozofik, misterioz, pra duke patur parasysh ju jeni një tjetër zhanër, ndoshta edhe të këndvështrimit dhe të mendimit ndryshe. Patjetër, për mendimin tim arti sot është shumë i kontrolluar. Sidomos nga ana ekonomike, sepse një artist i ri, një shkrimtar apo këngëtar, që sapo fillon rrugën e tij, shpesh lihet vetëm. Shteti nuk i jep asgjë, as mbështetje minimale, kupton? Edhe nuk arrin të eci me këmbë të veta. Dhe shteti patjetër që ndihmon, po ndihmon vetëm ato që kanë atë, domethënë,
janë të mëdhenj, a kupton, dhe intereson për interesat e tyre, dhe atyre i japin mbështetje jashtëzakonisht. Ne i kemi parë sa që i puthin edhe në ballë, a kupton? Është skandal është anormale, a kupton, që unë nuk mund ta quaj hajdut, a kupton, sepse po një akuzuar, një artist i nderuar nuk mund të puthi. Unë desha ta puthe prokurori, gjykatësi në ballë ose në duar. Keni fjalën për ndërnikën me zotin Velini. Po jo vetëm ai, se ka pas edhe Jo, absolutisht. Po ne jemi vendi çuditërave, Gjergji. Ne ndoshta jemi vendi Shardania që ju keni. Patjetër. Shardania imagjinare, patjetër. Po pra, se ne si të shkputur nga komplet të tjerët, por mendoj, shiko, duke qenë në këtë bisedë, në fjalë, unë nuk kam asgjë mas kënd që shkruan, çdo kush më mirë të shkruajnë se sa, si thosh, të baravingen kot apo të bëjnë më mirë të shkruaj se sa të qelloj. Po pra, por kur vjen puna pasaj tek letërsia, tek arti, mendoj që e kemi humbur fare atë filtrimin. Pra, çdo kush quhet poet, çdo kush quhet shkrimtar, çdo kush tashmë ka dalë edhe këtë chat GDP-ja me fjalë që shkruajnë fare pa shpirt dhe kur merr të bashkëbisedosh me ata e ka shumë vështirë dhe të artikulohen, sepse aty shkruajnë bukur. Pra, mendoj që shteti ndoshta, mos e tepërmi, do duhej të vinte pak dorë tek filtrimi. Si mendoni? Po, pse jo, edhe po ke shteti jo nuk i bim menje për këtë gjona, domethënë ne kemi tjerë probleme. Imagjinoje për këtë, nuk i shkon mendja njeriu në botë për këtë. A kupton? Ne kemi gjëra tjera më të rëndësishme. A kupton? Po ne kemi shumë të rëndësishme, po në fundit kjo është ajo që ngelet, sepse ai që të shkruan edhe historinë, po ta shkruajë historinë mbrapsht pastaj të dëmton pafund, a kupton? Patjetër, edhe kanë dëmtuar dhe është një personazh shumë i njohur që ka bërë të fundi libër, e ka bërë me inteligjencën artificiale, se s'du me kujtu emrin, por që e ka bërë. Kemi shumë ashtu. Shiko, jo po, dakord, sepse keni shumë, kur është një si fillim, mund të themi që nuk është i njohur, por kur është i njohur edhe ka qenë edhe politikan, a kupton, kështu që nice, A mendoni që letërsia po lexohet më pak pikërisht që sot njerëzit po kanë informacion pafund më shumë se kur? Po, për mendimin tim sot njerëzit lexojnë më pak, sepse jetojmë në kohë shumë të shpejta, rrjetet sociale, këto videot e shkurtra, kupton, edhe njerëzit janë mësuar me konsumu gjithçka me nxitim, kupton. Po libri nuk është i tillë, libri kërkon qetësi, durim, imagjinat. Dhe fatkeqësi sot shumë njerëz nuk i japin më kohë jo librit, po vetes vetë rreth para, kupton. Që kur me libër ta lexosh do të hyjë thellë në histori dhe në mendimet e autorit, a kupton. Por unë besoj se letërsia e vërtet nuk ka për të vdekur kur, edhe çfarë do lloj teknologjie mund të shpiket në të ardhmen. Kështu e mendoj. Do të them edhe një herë pak tek romani juaj, Misteret e Universit. Po. Ju flisni për universin, për misteret dhe a mendoni që njeriu sot po shkon drejt një zhvillimi shpirtëror apo drejt një vetëshkatërimi? Si shikon këtë çështje? Me mendimi im nuk besoj që do jemi në shkatrim. Jo,
flas të pjesë, për shembull, mos pe largohemi shpirtëror duke patur parasysh zhvillimin e madh teknologjik, zhvillimin e shumë shkaqe po ndodh sot, përgjithësimi i jetës njerëzore, jo thjesht me ne shqiptarët. Tani, me thon drejtën, njeriu po ecën. Ne po themi mendimin ton, jo se ne vendosim. Po, patjetër, ne po ecim në patjetër në dy mendime, por dhe kemi nga një anë teknologjinë që zhvillohet jashtëzakonisht shumë, por nga ana tjetër dhe ne si qenie shpesh duke ditur që po ecim, por në fakt ne ecim më shumë brapa se sa përpara. Po mirë, shiko, ta bëj pak ndryshe pyetjen. A mendon që për shembull teknologjia pa afron më shumë me dijen njeriu apo pe largon më shumë nga mendimi i tij? Dgjoj, teknologjia për mendimin tim ka dy anë. Njëra anë na afron shumë me dijen, sepse sot mund të mësosh gjithçka brenda pak sekondash. Por nga ana tjetër, kam përshtypjen se po e largon pak nga mendimi i thellë. Njerëzit sot marrin shumë informacione, jashtëzakonisht. Dhe është e vërtet, por ndaloj pak për të menduar me qetësi, shumë pak ndalojnë. Dhe unë besoj se teknologjia është një mjet i fuqishëm dhe mendimi im është që ne duhet ta përdorim atë, jo të na përdori teknologjia neve, kupton? Unë kështu e mendoj. Kjo ishte e bukur, po kam frikë se është ajo e para që ajo po na përdor. Varet nga personat. Po mirë, shiko tash. Ne flasim gjithmonë një mendim duke krijuar një perceptim, pra duke parë se si është masa, se si është. Shiko Gjergji, okej, normalisht që teknologjia ka ndihmuar shumë në dije, por unë kam atë mendimin tim personal me fjalë që njerëzit po varfërohen në mendim, në të thëdhuarën e mendimit. Se për shembull, mosha jonë, ne kemi bërë çdo gjë më mend, jo ekuacione, jo probleme, jo ku diun, gjitha. Pra, kurse sot, okay, unë nuk jam kundër zhvillimit, por më duket se pe keq përdorim dhe pastaj teknologjia na kthehet në keq përdorim ndaj nesh. Pikërisht pra që thash, thellësinë e mendimit. Po, i duam gati, tani të rindi duam gati. Bravo, kjo, a kupton? I duam gati. I thot aty inteligjencës artificiale, më bëj këtë, më bëj atë, më shkruaj kështu, më shkruaj ashtu, s'ka nevojë. Po. Shumë e drejtë. Shiko Gjergji, duke patur parasysh edhe shoqërinë tonë shqiptare, që ne edhe në dasma, edhe në morte, edhe në kafe, kudo, ne pjesën më të madhe të një bisede na e merr politika. Po. A mendon që vetë ky lloj ushqimi e ka zvogëluar edhe debatin politik ndaj artit apo komunikimin për artin? Tani, për mendimin tim gjithmonë, se unë nuk jam thjesht jap mendimet. Hiq emocione, ne po flasim mendimin tonë, kupton? Ne themi tonën, dikush do na pëlqej, dikush, shife, është shar Jezu Krishti, Muhameti, patjetër. Kështu që ne jemi asgjë para atyre, por ne japim mendimin tonë. Atëre, arti i vërtet, me thënë drejtën, si e shohun, s'duhet jetoj në hijen e politikës. Por sot shpesh shohim shumë artistë që afrohen shumë tek pushteti ose edhe pushteti tek to. Apo me politikan me interesa të caktuara dhe kur arti bën këtë, rrezikon të humbas gjithçka, lirinë, dinjitetin. Artisti duhet të jetë zëri, shpirti i popullit, a kupton? Dhe jo i vetvetes. Shumë shohim familjen e vetë në vetë e not e mirë, a kupton? Nuk ne i kemi parë, a kupton?
gjë shumë e shëmtuar. Unë si pa, kështu, si me lezet, si me takt, të hoqa drejt politikës, më fjalë, të vura grepin drejt politikës. Jam qik, po. Si e shihni realitetin politik shqiptar? Jemi në krizë liderash, në krizë apo në krizë të ndërgjegjes kolektive? Atëherë, mendimi im, problemi nuk është vetëm kriza e liderëve, por edhe kriza e ndërgjegjes kolektive, sepse shpesh politikanët nuk na pin nga planeti Shërbani, kupton, ato dalin nga ne. Shpesh ne shohim shqiptarë, ne ankohemi shumë, kupton, por më pak dim të ndryshojmë veten apo të mbajmë përgjegjësi. Për shembull, aktualisht, nëse do të ishim një popull i zgjuar, s'do ta mbante gati 14 vjet Rama pushtetin, a kupton? Për vetë faktin se edhe nëse një qeveri do të ishte akullume, ku themun e kullume, në aspektin e vjedhjes, tash po forcë Tiranës lale. Okay, unë ndryshoj shumë. Apo ke qeverisjes, domethënë të ishte një qeveri Nobel, këtë marrë atë çmimin Nobel, prap duhet ndryshuar, a kupton? Siç bëjnë shtetet e tjera. Pasi historia na ka mësuar se edhe më i ndeshme, me kalimin e kohës bëhet pisa, a kupton? Që të ndryshosh, ti duhet të kesh një alternativë. Pra, nuk funksionon ajo që hajde ti se po të lëshoj unë karrigen. Pra, duhet të jetë një alternativë më e fortë. Dhe a mendon që opozita po e bën atë të vetën, pra shumë e drejtë kjo që thua, shumë e drejtë, e kuptova, shumë e drejtë që thua, por ne kemi një pozit mafje. Pse them mafje? Them mafje sepse unë nuk kam parë në shtetet e tjera që një pozit në vend që të punoj, të luftoj për çka është zgjedhur të mirëqenien e popullit, po çfarë bën, lufton dhe punon për të shkatëruar opozitën, siç ka ndodhur në Shqipëri. Kupton? E futur, e bën cop-cop. E cop-cop e bën. Duhet bëj PKT avokatën e djallit. Pra, ose atë pjesën e një dëgjuesi tjetër, pra një dëgjuesi që s'ka mundësi të komunikojë me ne. Okej, dakor, Rama ose çdo qeveri është në pushtet, bën atë çfarë ajo mendon, kur nuk ka një alternativë, kur nuk ka kontroll, sepse do të kemi parasysh që në Shqipëri ne s'kemi as sindikata, as shoqëri civile, edhe ato sindikata që i kemi me krah partie, me krah politike. Po, dakor, Leonard, po ja të gjëra. Edhe vetë opozita duket se ka rënë atë pardanin. Jo, varet nga këndvështrimi, dëgjoj. Okej, pra, unë po përdor këndvështrimin avokatit djallit. Dakor, mi pra, edhe unë jam ai që atëherë, dëgjoj, ideja është kjo, që Bovaki nuk u shpreu sa ç'duhet. Atëherë. Jo, ti e rregull, po kuptohet që ta bëjmë në formë bashkëbisedimi. Po, patjetër. Ta bëjmë kështu shqiptarshe, Më pëlqen edhe kjo. Atëherë, ideja është që nuk e ka luksin opozita të japi programin kur po lufton për mbijetesë, kupton? Sepse pozita është duke e shkatëru, është duke punu për ta shkatëru dhe jo për të mirëqenien e popullit, siç bëjnë gjithë shtetet e tjera, kupton? Kjo është ideja. Absolutisht. Kjo është ideja. Kështu që mos prit nga opozita të japi program, sepse është duke luftuar për mbijetesë. Sepse Rama ose qeveria aktuale është fut thika pos brezit. Domethënë e ka kaluar jo vijën e kuqi 1 2 3, po më shumë. Jo, sepse nuk bën. Shiko, me thënë të drejtën, unë jam plotësisht dakord me atë mendimin tënd dhe unë nuk marr sa kam lexuar dhe marr sa kam njohuri me fjalë. Paktën në botën e qytetëruar
nuk kam lexuar diku të ketë një qeveri kaq të gjatë dhe kaq si thosh të mbytur në korrupsion, sepse po thuaj se një qeveri e ka në burg dhe në hetime, a kupton? Pra ka një zëvendësministër të larguar në azil, ka një gjysmën e qeverisë në burg dhe gjysmën në me dosje. Ne sot as ti as unë dhe ndoshta edhe shumë shqiptar ti pyesësh, nuk e din as ministrat e vetë se kush janë, me fjalë ca të rinj, ca pa njohur, etj. Por problemi është tu Gjergji, që është e çuditshme që mazhoranca me gjithë këto pafundësi problemesh e thellon fitoren dhe opozita e thellon humbjen dhe shoh një opozitë të latur, ose jemi bërë dhe ne si populli të latur, nuk e di, me fjalë, ka rënë ndoshta ajo fryma, ajo ngjallja e shpresës, nuk e di. Atëherë, unë mendoj kështu. Në, siç thash pak më parë, pozita lufton, punon vetëm për të shkatruar opozitën. Dhe unë mendoj që në opozitë shumë lider janë diversant që punojnë për Edi Ramën. Gjithashtu, diversant ka dhe në radhët tonë. Jo vetëm ke partitë opozitare, kupton? Unë kështu e mendoj. Kështu e mendoj. Dhe prandaj nuk e kemi atë vrrullin për të përmbysur një qeveri. Shpresoj që edhe mos më mërzitesh, sepse do ta çoj bisedën në një drejtim tjetër. Thuhet që edhe çka kemi parë dhe ne statistika me fjalë, janë rreth 1,5 milion shqiptar, paktën sipas censusve, sipas statistikave, që janë larguar nga Shqipëria dhe jetojnë në Perëndim. Po themi janë 2 milion shqiptarë atje. Por duke patur parasysh që 200.000 është administrata. Duke patur parasysh që atje janë pensionistët, persona me aftësi të kufizuar, pra ajo shtresa më e dobët ndoshta e shoqërisë. Pra, dhe ne themi pse nuk ndryshon ai vend. Tash kush do dalë në protestë? I pensionisti, invalidi, ku diun, pra drejt në Zotit e kanë, por duke patur parasysh që rinia, forca vitale është në Perëndim. A mendon që diaspora duhet të marrë fatet e vendit në dorë? A mos duhet vetë diaspora të hysë, të faktorizohet, të ndërtohet, përtej së majtës, së djathtës, ku diun, pra e ke menduar ndonjëherë edhe këtë pjesën e diasporës? Patjetër, edhe unë them që është e vetmja shpresë. Unë dua dhe bëj thirrje kush dëgjon nga liderët e opozitar që kur bëjnë mitingje, gjëra, demonstrata, të lajmërojnë më përpara dhe t'i bëjnë ftesë të vinë, jo për gjithmonë, sepse njerëzit ne janë edhe në përpunëra, por që të programohen dhe të jemi sa më shumë. Plus edhe në ambasadat që jetojnë njerëz, t'i bllokojmë ambasadat, të bëjmë çmos, sepse ndryshe ai nuk rrëzohet, jo që duam ne ta rrëzojmë, po ke qeverisë. Ky është problemi, që po vjedhin dhe thot hajnë mbrapa me. Së Shqipëria po shitet. Së Shqipëria është bërë çiflik. Së Shqipëria po jepet me koncesione me ligj. Sot deri dje u mor Bregdeti i Jugut, u mor Bregdeti, tani ka kthyer syt nga malet në paket malesh, tani ka çuar projekt ligjin në Ministrinë e Bujqësisë që deri dje të huajt, pra në shtetas të huaj, nuk kanë patur të drejtë të blejnë tokë në Shqipëri. Tani ka çuar ligjin për të blerë 2 hektar tokë për çdo bashki. Pra, por thotë 2 aty mund të bëhen 20 pastaj. Pra, Shqipëria dhe unë çuditem sinqerisht që ne si popull ç'na ka gjetë.
që të parët tanë kanë dhënë jetë për atë provë, për atë tokë, kanë luftuar, kanë dërgjak, kanë shkrirë çdo gjë. Shumë e drejtë. Problemi është që neve për momentin na kanë ngordh ajo, na kanë ngordh ajo ndërgjegja që ndërgjegje, po. Na kanë ngordhur dhe kjo është. Plus pastaj është edhe puna që po bën qeveria. Puna është shumë e madhe. Derdhen miliona për mbyll shumë gojra. Ti ke shumë bashkëpunëtor të ashtuquar businessmen që hiqen si të ndershëm dhe punojnë fort edhe po nuk bëjnë gjë tjetër, vetëm merren me gjëra të këqija dhe punëtorët i nënshtrojnë që të mbështesin qeverinë aktuale. Absolutisht. Shite, nëse ta kërkoj dhe një mendim, ose e bashkëbisedojmë dhe një mendim, ta kërkuar një mendim, e bashkëbisedojmë. Sa do në verist të jesh në Shqipëri, sikur ti jesh në verist në Shqipëri, kur del në Itali, në Gjermani, në Amerikë pra në perëndim, ti nuk jeton dot më si në verist. Do jetosh si kapitalist, sepse nuk të lë italiani, Gjermani, pra do e marrësh atë nuhatjen e kapitalit. Dhe a e mendon që prap do të dalë ke diaspora. Pra diaspora, a e mendon që duhet të ketë një lëvizje të vetën, apo një ndërtim të vetën që të faktorizohet si faktori ndërmjetëm Berishës e Ramës, po i marrim shumë dy liderat. Pra jo të jenë ndoshta në veglën e njërit apo tjetrit, por diaspora të ketë një organizim vetën, të ketë faktor. Patjetër. Si e mendon ose e mendon të pjesë? Me thënë drejtën, kjo është çelësi. Ne duhet të mblidhemi, ne duhet të organizohemi, të bëjmë një shoqat, siç e kanë për diasporën, siç e kanë izraelitët, siç e kanë grekët në Amerikë, edhe janë shumë të fortë. Ne duhet nxjerrim edhe politikanët shqiptarë, të nxjerrim në Itali, në Gjermani dhe tjetë zëri jonë, kupton? Është gjë shumë e mirë, shumë e dobishme, edhe kemi humbur kohë, duhet ishim bërë tashma. Është emergjencë. Sepse kemi ngel duke thënë Rama, Berisha, tjetri X, Y, a kupton, por në fundit edhe në diaspora do të kemi një përgjegjësi, duhet marrim përgjegjësi. Se jemi dhe mendojmë vetëm për shtëpinë tonë, nuk jemi ne shqiptarë që mendojmë për MMD-un, për gjithë. Por kur vjen problemi vetëm ke shtëpia jote, atëre ngre jo push, po. Është problem. As push nuk ngre, mos, vetë po të pas shtremet po të ngren push, se deputetin e politikanit nuk ngren push. Ne vritemi për një shikim shtrembërt edhe nuk e kemi problem se na merret prona toka, shtëpia. Jo, ai të degenerohet gjithë ditën, 4 vjet edhe ti si bot as nuk e shef në sy, jo mo ti bësh gjë. Kështu jemi ne, jemi gangstera, jemi të fortë ne shqiptarët. Se shive, pa dash me bërë replika, po pa dash ma shumë, por brezi jonë që jemi në diasporë, jemi ai brezi ndërmjetëm dhe ne e kuptojmë situatën, e dim ku jemi, por problemi është që nëse edhe ne nuk do bëjmë diçka, nuk do mendojmë pak më ndryshe për atë vendin tonë atje, çfarë fajte na kenë fëmijët tanë pasaj që po rriten këtu, po edukojnë këtu, po shkollohen këtu, që ndoshta nesër ata nuk do dinë as të kthejnë kokën nga Shqipëria. Do na shajmë pra, dhe kjo qeveri aktuale e ka bërë sharjen si buk me djath. A kupton, diçka normale, hajde më, a kupton, sepse ai që vepron në këtë mënyrë, ai nuk e ka problem sharjen, që do shahet nesër në brezat që do vinë, se normal që ka për të shajt, si që shajmë ne tani të tjerët, a kupton, që e kanë bërë vetën. Dhe njëta gjë, pa i e ha me buk, a kupton, nuk kanë sedër, janë njërës pa sedra, politikan pa sedër, se ka dhe politikan me sedra. Pa i është prop zero. është pakic, është zë i vakët. Po pra.
Shiko, okay. Ta çojmë pak ndryshe duke patur parasysh këtë gjergjin e mistereve, filozofisë, universit. Po. Nëse do përshkruaje botën me një fjalë filozofike, si do e përshkruaje? Atëre. Unë do ta përshkruaj sinqerisht, si ta shpjegoj unë ty, sikur ke misteret e mia të universit, që çdo gjë duhet të jetë e përkryer, jo, domethënë, shoqëria jonë në këto 33 vite, po që mos marrim ato të komunizmit, është bërë një paçaure, e kupton? Kuptoj. Mendojmë vetëm për siç tha, për veten tonë, a kupton? Nuk mendojmë për të ardhmen, për brezat që vinë, a kupton? Mendojmë vetëm për gjë shumë e vakët, a kupton? Nuk kam si ta shpjegoj ndryshe. Jo kuptoj. Gjergji, kur ke dalë në migracion ti ke dalë i ri. Pra, si thosh, je rritur në emigracion, pra je burrëruar, je maturuar në emigracion. Po. Kush do ishte ai mesazh jot për të rinjt, qoftë të rinjt shqiptarë që kërkojnë të ikin nga Shqipëria, apo qoftë edhe për të rinjt që janë në emigracion? Atëre, sinqerisht, ti them të rinjve shqiptar, mos u largoni nga Shqipëria, ndërkohë që edhe në një vend jetojmë jashtë shteti, është pak sikur t'i fyej me inteligjencën, a kupton? Sepse edhe unë po flas jashtë shteti, a kupton? Por që dëgjoj, ideja është nëse ma mend, dikur para 15 viteve ne thonim do shkoj jashtë shteti një 6 muaj, dëgjonim diku, do shkoj në Greqi të punoj 6 muaj, do blej 20 orë, do filloj të punoj tokën. Dikush do ikim në Itali të punoj ja 2 vjet, blej një shtëpi, ose një tjetër kam dashur. Ka qenë Fiat Supermia Fiori. Edhe do kthehem prap. Kurse sot thonë do hiki dhe nuk do kthehem më. Kupton? Kjo është dhimshme. Është vërtet dhimshme kjo. Se edhe shifë Gjergji, një për të bërë atë patriotin, apo për të thënë atë fjalën e bukur. Po. Në kohën tënde, dhe ndoshta deri nga 2009, 2010, pra deri në kohën që u liberalizuan vizat, mendoj që ka qenë një emigracion ekonomik. Mbas 2010-s pastaj kemi patur një emigracion, fatkeqësisht një emigracion të trurit, pra të inteligjencës, dhe gjithnjë më shumë po ikin profesionistët. Shiko, në Shqipëri qajmë doktorat, infermierët, profesorët, por në Shqipëri po ngelin pa elektricist, po ngelin pa marangoz, po ngelin pa këto profesionet e përditshme, do thosha, pra nuk ka një orientim drejt shkollave profesionale, drejt profesioneve, dhe që mos mesim këtu, më dhëm kjo pjesa, që unë e mendoj që është një formë projekcioni nga qeveria Rama, dhe nuk dua ta mendoj në bashkëpunim me opozitën, duke parë një opozitë të latur, nuk duhet ta mendoj, por edhe pse shpeshherë më shkon në përmendje, një projekcion popullizimi të Shqipërisë dhe të ikin të gjithë, dhe mua këtu më dhëm, hajde të ikim të gjithë, po varet ku i do i lëmë, ato ku do i çojmë ne. Po, dëgjoj, dakor, ti e mendon kështu, edhe unë deri diku e kam pas menduar kështu, pse nuk e mendoj më? Duke parë situatën, duke parë me kë ka lidhje, se po dalin sheshit, me kë ka lidhje Rama,
Ku e gjen gjithë këtë fuqi, e kupton? Bën çdo gjë, gjysma qeverisë burg, gjysma ka dosje dhe ai akoma është aty, e kupton? Mbledhca që the edhe vet pak më parë janë ministra që nuk i njohin, po ato janë kamikazë që firmosin për atë që mos të hyej në burg nesër, si puna e Enver Hoxhës dikur, i ke parti janë pushkatuar, janë dënuar shumë, por nuk e parë kur firmat e Enver Hoxhës, kupton? Dhe njëjti gjë, kurse për sa i përket opozitës duket kështu. Po dëgjoj, sepse firmosin nga ndonjë ligj bashk. Por dëgjoj, ato janë aty, nuk janë në luftë me njëri tjetër me u vra, po janë ca procedura që ai do firmosi patjetër. Sidomos ai ka të shumtat edhe të votave, por që janë ca gjëra që ai duhet firmosi, a kupton? Jo, sepse sa i delegojnë, siç e shoh unë, i delegojnë firmat, apo nuk firmosin vetë. po mirë, unë çfarë tash pak më parë. Kamikaz ka edhe në radhët tona, edhe në radhët e partive opozitare. Janë të blerë, të shitur. Sa të shitur kishte hikën nga LSI-ja, nga PD-ja, plot hikën. Pse hikën ato? Se dashurojnë Ramën. Me dole të LSI-ja. Se dua. Tani, a mendon se unë s'kam qenë militant partije kur, pra për e thëmë për dëgjusit, jo për juve, jo për ju si... kuptoj. Unë nuk kam qenë militant asnjëherë dhe gjithmonë jam përpjek të jem, si thosh, në oponencë me çdo qeveri duke parë jetën sociale të tonë, në fjalë, duke parë atë pjesën sociale. Nuk më ka interesuar shumë ndoshta ana ligjore, sepse fundit ligjin janë profesionistët që e bëjnë, por më ka interesuar gjithmonë pjesa sociale. Dhe po duhet të ndajmë një mendim së bashku, ose ta debatojmë një mendim. Patjetër. A mendon që kjo pikërisht kjo LSI-ja ka krijuar shumë problematika, shumë përçarje edhe brenda opozitës, sepse kemi parasysh që në 2009-ën LSI-ja me ato 4 mandatat e Florinta e mbajti Berishën në pushtet, në 2013-ën ajo u bë me Edi Ramën, në 2017-ën Meta u zgjodh president, pastaj Monika u bë kryetare e partia dhe kaloi me Bashën. Në 2023-shin Partia Demokratike hyri në zgjedhje me logon e LSI-s. Në 2025-ën sërish Partia e Lirisë quhet sot me fjalë në koalicion me Partinë Demokratike. Tani, ai ka dëmtuar demokratët kjo gjë? Ai ka ftoft demokratët kjo lloj sjellje e leadershipit të Partisë Demokratike? Nuk besoj, sepse politikanët janë për të bërë politika, për të bërë aleanca. Pse duhet unë e kam për për një deputet që del nga X parti dhe shkon ke tjetra, ajo quhet tradhti. Ajo është merkato futbolli, apo? Kjo nuk është e hishme, por që politikanët për atë punë janë për të bëjnë aleanca për të forcuar, a kupton? Ore, të bëjnë aleanca për të mirën e vendit halal, por shikoj se të bëjnë aleanca për të mirën e vetes. Patjetër, unë dua që të them diçka, për shembull, për ish presidentin që arrestuan ashtu si një bandit, a kupton? Ajo është totalisht. Është gjë shumë e turpshme, është shumë e turpshme. Por që do të kishte qenë ajo është. Kur më ka vallaj, sinqerisht më ka fëlliqur. Pse? Unë nuk jam prokuror, unë nuk më intereson çka ka bën Meta, kupton se unë nuk jam me. Jo, më nëse ka vjellë të shkojnë në burg e të vjellë atje. Patjetër, po ti ke parë dy standarde, Meta në xham, kurse ai tjetri Veliaj në aerosje, kupton? Po edhe mënyra se si u grabit, se si u arrestua, ai ishte një grabitje terroriste, me fjalë kush ish presidenti, ish kryeminist, ish kryetar parlamenti, ish diplomat, ministri i jashtëm, gjitha funksionet më të larta të shtetit, e grabitet në ndonjë mënyrë. Po është sinjal që kështu do të hapsoni të gjithë. Kush tradhton linjën, kështu do të hapsoni të gjithë. Këto janë sinjale.
Kupton, dhe kur i bëhet një ish presidenti, imagjinoje një qytetar i thjesht. E humb fare. S'ni gjosh më, e humb. Është shumë e frikshme. Sëtësht. Gjergji. Po. Okej. Misteret e universit. Tashmë e ka parë dritën e botimit, ka shkuar tek dora e lexuesit, duke di ai duke përgatitur në një vëllim tjetër, apo ke në dorë ndonjë zhanër tjetër të letërsisë, apo ja akoma te kjo filozofia, misteri, psikologjia, ku diun të këto. Pra, kemi projekte që Gjergj Yllnesha i ka në dorë? Atëre, sinqerisht, po, aktualisht jam sa kam filluar duke për një libër tjetër, po pak ndryshe nga misteret e universit. Këtë rrallë, historia që jam duke krijuar ka i këtë vështrim për një mikun ton me 4 putra. Nga që kam edhe një qen, a kupton të vogël, edhe ai qeni do të tregoj jetën e vet, a kupton. Që nga lindja, rritja, momentet e bukura, dhimbjet që kalojnë shpesh, kafshët mes njerëzve. Shiko, me duke njerëz shumë të buta njerëz që merren me kafshët. Gjergji, sa ke mundur të hysh në botën e kafshëve, me që e përmendë? Unë bëra gati 9 vjet që e kam qenin tim Ronin, dhe është gjëja më e mrekullueshme që më ka ardhur, sepse është diçka vetëm pozitive, vetëm pozitivitet të jep, asnjë gjë tjetër. Ti merr, ai ti thith gjithë negativitetin dhe të jep pozitivitet. Dhe ju tani po shkruani me fjalë pikërisht për jetën e një qeni, pra për jetën se si ai ndoshta logjikon, filozofon, si jeton, si e do njeriu, si njeriu duhet ta dojë. Është duke folur, po, është ai duke treguar jetën e vet. I ke dhënë gojë pra mënyrën se si një kafshë se si ai jeton. Po, sepse me thënë drejtën duhet ti mësojmë prindrit e rinj, po edhe të vjetër, nga që nuk e konceptojnë dot, siç unë nuk e konceptoja dot në fillim para se të kisha Ronin, kupton? Sepse shumë njerëz për t'i bërë qefin fëmijës të vogël që do një qen, a kupton, dhe e marrin, e mbajnë 1 muaj, 2 muaj, pastaj e hedhin, e përzejnë. Po i thuhet zemra, siç kemi ne zemër kanë edhe ato. Pa diskutim. A kupton, dhe do të ndaj edhe diçka shumë private, edhe me ty, por edhe me miq që po na ndjekin, dhe i falenderoj gjithë sepse janë të shumë që po na ndjekin. Patjetër. Unë kam djalë e vajzë. Dhe falenderoj. Dhe kur ishin të vegjël, a ke parasysh ajo dëshira, babi një qen, babi një qen. E dua, ma kupton këto gjëra, a ke parasysh. Po të them të drejtën, unë nuk jam kundra mbajtjes së kafshëve, por jo edhe në një pasionant që ta mbaj në shtëpi. Tim realisht me fjalë të kjo. Dhe i them vajzës, se vajzën e kam më të madhe, dhe them shiko babi, okay, ne nëse e marrim, ti do të mendosh diçka që duhet nëse veten e lë pa ngrënë apo e lë pa i bërë një qen vetes, duhet ndahen detyrat. Atë ti duhet në asnjë moment mos ta lësh vetëm. Duhet të shkosh për pushime, do të dalësh, do shkosh, pra duhet ta jetë gjithmonë prezent me ne. Dhe i kam thënë mendoje mirë. Dhe tash e ke parasysh kur i vën fëmijëve këtë lloj përgjegjësish, a kupton, edhe përtojnë të marrin përgjegjësia, ke parasysh, edhe ndaj kam shpëtuar të mbaj një kafshë në shtëpi. Edhe aty në librin tim në këtë gjëra duhet të dalë, dua që t'i jap si tip rregullore. Të mendojnë mirë prindrit. Ja, mendova këtë pjesë, ndaj dhe unë ndava këtë shumë private që parë që ndaj këtë gjë ka shpërvate. Ja, kjo është. Jo, se edhe një shoku im këtu më tha, po
dua të marr një qenë se më tha goca, po si i thash të paktën 3 herë në ditë duhet ta nxjerrësh. Amon tha më çmondi zdi. Jo, thash nuk merret sepse i pëlqen asaj, se nesër nuk i pëlqen, po unë s'kam kohë pikërisht, pra duhet. Po si ti them unë gocës, e kishe 9 vjeç, këtu thash unë si i them unë. Në qoftë se fëmijës bebe i rri gati dhe përpiqesh të komunikosh me sy, të komunikosh me prekje me atë beben, por fëmija e di që kur bëhet 3-4 vjeç do fillojë të flasë. Kurse ai kafsha që ti ke aty, ai nuk të flas asnjëherë dhe ti duhet gjithmonë të jesh prezant me të. Të jesh gjithmonë me të dhe është më mirë mos ta mbash se sa ta mbash të bësh mëkat. Bravo. Mos e merr, më mirë mos e, nuk të detyron njeri, nuk të detyron. Jo. Kush e merr një qen, një kafsh e merr, duhet ta llogarisi si antar familje. Pik. Si antar familje, jo si një qen. Kafsh është, patjetër. Kafsha ka vendin e vet. O gjë Urdhro. Si një antar i familjes për një familje të përgjegjshëm, se ne po kemi njerëz që s'po trajtojnë familjet si duhet. Po. Tash për të se kjo është për të qeshur e dhimbshme, kjo është qeshje. Edhe për të qarë, shumë e drejtë. Për të qarë, para sepse ne po kemi njerëz që dhunojnë fëmijën, dhunojnë bashkëshortën, dhunojnë prindin. Ku diun pa probleme dhe ato janë kategori që kur thua si pjesëtar familje, thuaj për këta të përgjegjshmit, a kupton? Po. Jo, unë e them dhe e them për ato që kanë vesh ta dëgjojnë. Kuptoj. Gjergj Leshaj, unë në këtë lloj mënyre kisha menduar këtë emision sonde, nuk e di nëse ke diçka për të shtuar apo ke diçka që ndoshta dhe mua më kaloi, ndoshta apo nuk e cekëm, pra ne kemi kohë sa të flasim, kështu që patjetër. Nëse ke diçka apo mendon të thuash diçka, mikrofoni është për ty. Patjetër, jo, doja vetëm të shtoja kush na dëgjon të mendonte pak më thellë çfarë po ndodh në Shqipëri. E kam fjalën për diasporën. Duhet të bashkohemi, duhet të organizohemi, duhet të krijojmë lidhje dhe të bëhemi shumë të fuqishëm. Duhet na vi nat, po si më Greku ka diasporën e ka të fortë, izraelitët, po dhe një shtet tjetër dhe ne jo. Po pse më, ç'a jemi ne? Më të humbur se ato jemi ne, çfarë, se kuptoj, pse ato janë më të zgjuar se ne? Këtë pjesë politike ne zgjasëm dhe njerëz më gjestu ka si lloj problemi. Jo. Shiko tani diçka. Po. Unë duke në emisionet e mia, por edhe të moderatorëve të tjerë, sidomos të kolegut që kam në Londër, zoti Jens Paçuku, ne pothuajse në çdo emision përpiqemi të japim atë, si thosh, atë forcën e lëvizjeve të ingranazheve të diasporës, jemi përpjek të ftojmë njerëz, figura të ndryshme të diasporës, jemi përpjek të organizojmë edhe debate 3-4 veta, për shembull shumë mirë, gjë e bukur, gjë e mirë, produktive. Përqen se ti je për herë të parë në radion tonë, në fjalë, në këtë audiencë. Duhet të bëj pyetje drejt për drejt. A mendon që diaspora duhet të votoj, sikur është e drejta e votës tani që ti ta çosh votën në Tiranë, unë ta çoj në Shkodër, ai tjetri në Gjirokastër, apo duhet që kjo diasporë të faktorizohet në kodin zgjedhor, që diaspora të ketë 3 vende, 4 vende, 5 vende, ku diun, në parlament, ku diaspora të votoj për veten. Pra unë për shembull në Gjermani po themi votoj për Gjergjin. Ti në Amerikë, pra të votoj diaspora për 4, 5, për 3, për 2, që ka numëri, por të ketë përfaqësuesit e vet. Dhe kjo është gjë e mirë, kjo është gjë super, sepse shu fillon Kandari ta ajnoj
barabart. Po duhet edhe ne të jemi të bashkuar, sepse Patjetër, pra, gjë e parë ne diaspora duhet shumë e fragmentizuar. Po pra, ne duhet krijojmë një diasporë të fortë dhe pastaj të kërkojmë të gjëra që sapo the. Ne nuk kemi filluar akoma. Ne kemi absolutisht, por shikoj se është problemi, sepse okay, çdo gjë që duhet të fillohet mbi bazën e një ideje dhe projekti. Kjo nuk është puna për të dërguar njerëz në parlament. Problemi është për të kuptuar që unë mendoj që Shqipëria sot është në rrezik. Pavarësisht se mund të duket kështu si diçka transparente, si diçka e bukur. E kuptoj çfarë duke thënë. Unë më duket se Shqipëria sot është në rrezik. Më duket se është më në rrezik se kur, më në rrezik se 912-ën. Po, bravo, fiks. Jam ndaj të njëjtën mendim, fiks. Dhe këtu dua që diaspora të ndaj çdo lloj ndasie, çdo lloj përçarje, çdo lloj anësie politike të Tiranës, por të bashkohet, të ndërtojë. Shqipëria ka nevojë për një Ismail Qemali të dytë, që të vënë në shina shtetin shqiptar. Dje Ismaili i parë e themeloi, po sot ka rrëshit nga shina dhe duhet Ismail Qemali i dytë. Se do ta mbrojmë, Se do ta mbrojmë. Po. Gjergji, unë të falenderoj. Po. Gjithashtu, falenderoj të madh edhe për dëgjuesit që na dëgjuan me durim. Shpresoj që nuk të kam mërzitur dhe ndoshta jo në asnjë mënyrë, ishte vetëm edhe herë të tjera me promovime apo me ide, me biseda. Okej. Faleminderit. Okej. Faleminderit Gjergji. Faleminderit. Të jam mirënjohës. Ciao. Shëndet. Atëherë, të nderuar miq, kjo ishte biseda për sondën në horizont me Gjergj Yllneshën, pra me përpoqjem të flasim për romanin e tij, po themi fantastiko-shkencor, Misteret e Universit, ku Gjergji na shpjegoi edhe arsyet e pse e kishte titulluar Misteret e Universit, pra fantazia e tij kishte shkuar deri në galaktika të tjera. Ishte një roman me dy vëllime, më duk një trajtim ngjarje interesante. U përpoqem të themi diçka, të flasim dhe sigur e tha dhe zoti Yllnesha, ai romani Misteret e Universit, pra ishte edhe në Amazon për të gjithë ata që kanë dëshirë ta porosisin apo ta marrin. Vëllimi i parë ishte edhe në italisht për të gjithë ata që dinë gjuhën italiane. U përpoqem me zotin Yllnesha të kuptojmë diçka më tepër edhe nga ana sociale, filozofike e jetës tonë, pra të jetës shqiptare, apo dhe të njerëzimit, marsa ne kemi kapacitet mendimit të mendojmë dhe të flasim. Po ashtu folëm pak edhe për, sepse ne shqiptarë, sikur e dini ju, ne sikur t'jemi duke ngrënë mishe, duke pirë, pa politikë sërrim dot. Ne edhe ndoshta edhe kur flejmë gjumë, pra pa dhe ëndrat me politikë i shohim, pa politikë sërrim dot. Por më thënë të drejten, përtej kësaj ironisë time, sinqerisht do doja që njerëzit intelektual të diasporës dhe njerëzit, si thosh, mendje hapur të Shqipërisë, qoftë diaspora, qoftë njerëzit në Shqipëri, pra duhet të bashkohemi, duhet që të dalim në zot atij vend, sepse sot unë për vete shoh Shqipërinë pa mazhorancë, pa qeveri dhe pa opozit. Për mua sot Shqipëria është në një kaos. Dhe është mëkat që njerëzit intelektual, njerëzit e mençur të atij vendi, gjithë e dimë se si është ruajtur ai vend dhe se si është ruajtur ajo tokë, të gjithë e dimë sepse të gjithë shqiptarët po dëgërmosh pak larg në brezat tonë, të gjithë kemi heronj dhe kemi gjak të derdhur për vendin tonë atje, pra gjyshet tanë, së gjyshet tanë, pra secili prej nesh e ka një lidhje me gjakun e derdhur për atë vend,
dhe intelektualet, njerëzit e mençur, inteligjentët, sot më shumë se kur duhet të bashkohen dhe duhet të japin një ngushtë të fortë atij mali që zbzan aty në Shqipëri, aty në Tiranë, sepse nuk duhet të rrijë ai vend në kaos dhe ne të jetojmë si popull pa vendlindje, sepse kemi vendlindje dhe do ta mbrojmë. Atëherë, miqtë e mi, nuk do të zgjasem me këtë monologun tim, secili për ju di vetë, unë them mendimin tim, ju nëse u pëlqen mund ta merrni për bazë, nëse jo mos e merrni. Fundit në Window Radio mendimi është i lirë, pra aq sa nuk ofendohet askush në jetën private apo në qëndësinë e dikujt. Por ne japim mendimin dhe mendimin tonë, ndaj unë ftoj çdo dëgjues, çdo shqiptar që ka diçka për të thënë, ka një mendim për të ndarë, dhe çfarë do lloj mendimi brenda kontureve të komunikimit është i mirëpritur në Window Radio. Të na shkruajë në numrin e telefonit zyrtar, në rrjetet sociale të radios, në numrat tonë të moderatorëve, apo dhe në rrjetet sociale të moderatorëve, dhe Window Radio do përpiqet gjithmonë të jetë zëri juaj. Tani unë them, të nderuar miq, do bëja një njoftim, pra për bëj njoftimin live, por normalisht do dalë njoftimi edhe nesër. Nesër mbrëma nuk do jetë emisioni Zëri i Diasporës me Madianën, sepse Madiana ka një obligim për tërheqjen e një çmimi në Torino dhe ajo nesër mbrëma nuk ka emision. Kështu që nëse normal do jemi me Window Radio normalisht 24 orë në 7 me muzikën e përzgjedhur nga DJ Bledi, të cilin e falenderoj përzemërsisht për çdo gjë që bën në Window Radio. Falenderoj në emrin tim, në emrin tuaj, pra sepse ai është që mirëmban komplet emisionet, muzikën, programacionin, website-in. Pra e kemi shumë të ngarkuar Bledin, por hajde mban Bledi, s'ka problem. Duke ju uruar të gjithëve një fundjavë sa më të këndshme, sa më të bukur, ju përqafoj përzemërsisht të gjithëve, ju falenderoj nga zemra për suportin dhe për mbështetjen tuaj, dhe me mua Leonardën dëgjohemi të enjtën e ardhshme. Natën e mirë dhe kalofshi mirë. Horizont nga Leonard Koja në Window Radio.ai.